bërë në këtë studio. Duket se do të filloj për herë të parë në shkallë totale monopol masiv i medias dhe internetit në Shqipëri. Pra do të zyrtarizohet? Yes. Pra nuk do ketë më nevojë të i blej një nga një, dhe i blej gjithë për njerë, dhe do të kontrolloj kanalin. Për ata që kanë studiuar komunikim e din shumë mirë se çfarë është kanali, dhe kur kontrollon kanalin, kontrollon dhe mesazhin. Është ABC e komunikimit. E pash se të bërë aty. Më pëlqeu ajo, ishte shumë fisht, very layered, multi-layered si batut. Megjithatë miq të dashur është patjetër e kopshme. Sigurisht deri në këtë moment nuk ka pasur asnjë reagim nga komuniteti mediatik, asnjë reagim nga shoqatat e lirisë së fjalës, të mira dhe dhjetra shoqata që financohen për të mbrojtur fjalën e lirë, për të mbrojtur lirinë e shprehjes, për të mbrojtur këtë gjë se çfarë. Nuk ka pasur asnjë reagim nga AMA që duhet të kontrollojë një treg të ndershëm, por le ta shohim konkretisht se cili është parashikimi dhe plani Ogurzi. Kemi bezdisur njeriu që e ka cituar në këtë studio, zotin Igli Cara. Mirëmëngjes Cara. Mirëmëngjes Klaro. Mirëmëngjes Gerta. Faleminderit. Pyetja është e thjesht, nga nesër fillon monopoli mediatik. A mund na tregoni për publikun si do të materializohet ky monopol? Pra kush bleu çfarë? Së pari ju falenderoj shumë, sepse jeni media e vetme që keni ngritur së bashku në fakt dhe jeni të vetme që e mbani këtë temë, që duket si një temë periferike, por është një temë shumë e rëndësishme. Së pari duhet të themi që në Shqipëri kemi 3 pushtete kryesore, që është pushteti legjislativ, është ai ekzekutiv, është pushteti gjyqësor dhe harrojmë pushtetin e rëndësishëm, pushtetin e katërt që është ai i medias. Dhe çfarë ka ndodhur? Rama në filozofinë e tij në fakt i don të gjithë pushtetet dhe kemi denoncuar që tani më ai ka dhe një synim që të ketë pushtetin e medias të ketë të gjithën të monopolizuar. U pranua në fakt dhe nga autoriteti i konkurrencës që para një viti kemi pasur një duopol, pra kemi pasur 2 digitalin dhe Tringun, që një farë mënyrë ishin në tregun mediavizit, ndërsa tani së fundmi, siç e kemi deklaruar para një muaji e ca tek ju, Flavio, tani më po shkojmë te tregut monopol të pastër. Pse e them këtë? Të gjithë shoqëritë e kablorëve kanë marrë një njoftim që nga Digitalbi që nga data 1 gusht që ju e cituat, do të fillojë tani më nuk është me Digitalbi dhe Tringu, por do të jetë një shoqëri e re ADTN. Kjo është një shoqëri e pra s'ka më platforma. Nuk janë të veçanta, por ama ato bëjnë kërkesë të përbashkët, Tringu dhe Digitalbi dhe japin një paketë kontenti për teleshikuesit, është ajo listë televizioneve që ofrohet nga kablorët. Tani nuk është se kushton ke kablorët ke shoqëritë ti mund të zgjedhësh këdon. Tani ato kemi vetëm një paketë, ndaç mëre, ndaç lere. Por kuptohet që disa kompani të tjera dhe i ruajnë sepse nuk kuptohet është ato po ndjekin një taktikë të tillë, fillimisht po imponojnë kablorët dhe më vonë kuptohet që do të Vodafonin, Biznetin, One dhe me radhë do të laborojnë, pra do të imponojnë të kenë vetëm një kontent, pra vetëm një listë kanalesh. Çdo të thotë kjo për ta kuptuar këtë. Kuptohet që në momentin që merr dhe median ti së pari kontrollon mbi gjitha kontentet dhe kanalet. Mos u habitni Flavio që pas disa kohësh, pasi ato të fuqizohen, pra të jenë shtrirë totalisht, do të ndodhë edhe kjo që syrin televizionit tuaj që tani ka një shikueshmëri shumë të lartë, mundet të thonë që nuk na pëlqen që të jetë paketa që ne servirin dhe për t'ia dhënë pikërisht atyre që të quhet rishpandarës të medias. Dhe kjo dhe sa do të shkojë. Por duhet kemi parasysh që media nuk është thjesht një çështje ekonomike, se këtu hyn dhe ekonomia. Por me gjitha është një drejtë që duhet ta kemë gjithë qytetarët për të pasur informacion të lirë, të pacënuar, të patjetërsuar dhe informacion të pastër. Pra nuk është thjesht një treg ekonomik, por me gjithë një treg informativ. Çfarë duhet të them këtë? Atëherë, përveç tregut informativ që thash, ato mund të çonojnë edhe listën pa diskutim, por mbi të gjitha mos harrojmë që sipas informacioneve që un kam, janë rritur të gjitha tarifat dhe nga 20 deri në 50% më të larta se ishin më parë. Që do të thotë edhe për xhepin e qytetarëve,
pra ato që e ndjekin, që shikojnë shumë televizion, kuptohet që do kenë tarifa më të larta. Në qoftë se ju kujtohet, kur ishte kampionati botror, pati një rritje dhe gjithë qytetarët e kanë ndjerë që për të parë kampionatin botror kanë paguar tarifa të kripur, apo jo. Dhe kjo ndodhi sepse ATTN mori ekskluzivin, por edhe me anë të kuptohet, me anë të televizionit plani me radhë që në shpërndarjen që bëhet të kapitullorët, kuptohet që rritit tarifat apo dhe ku kanë emisionet të ndryshme. Por të ngelimi tek ajo që është më kryesore, përveç asaj që pa diskutim është e rëndësishme gjë, monopolizimi. Dhe çfarë ka ndodhur? Megjithëse shoqata e kabllorëve ka dërguar disa shkresa tek autoriteti i konkurrencës, madje kemi pasur edhe një diskutim të gjatë në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, zoti Biva akoma nuk ka ndërhyrë dhe nuk ka bërë asnjë veprim. Dhe për më tepër, AMA, e cila është autoriteti përgjegjës kryesor pikërisht për lirinë e medias, për të mos funksionuar në media, përsëri nuk ka ndërhyrë. Pra kemi një kapje të pasur dhe kuptohet se edhe përfaqësuesi i AMA-s dhe autoriteti i konkurrencës kuptohet që janë në propozim të Ramës në ato pozicione që janë. Dhe pikërisht e atyre më bën të mendoj dhe jam plotësisht i bindur që kjo është një skemë e pastër për të kapur pikërisht tregun e mediave. Ne mos harrojmë që bëhet rreth 500.000 abonenë në Shqipëri, sikur nga 10 euro janë 5 milionë euro në muaj dhe në vit janë për 12 janë 60 milionë euro. Klavë dhe grede. Me të kuptonin që bëhet fjalë për shumë para. Por megjithatë, për presionin e madh që bëjmë pikërisht tek të gjithë funksionet, se çfarë ndodh? Mendoni pak se Rama i ka ditët e numëruara, por ai mendon që edhe në momentin që do të largohet, kuptohet që do të ketë një pushtet shumë të fortë. Po nëse kontrollon gjithë ekonominë, gjithë median, gjithë internetin, çfarë pengon drejtëse për shembull? Vend saksione, vend gjoba, të gjitha e bëjnë. Dhe ky është një model të cilin ne e kemi që pak a shumë siç më thonë përfaqësuesit e mediave, që është tani dhe në Kosovë. Dhe po të shohësh edhe të gjithë përfaqësuesit, do më falni që unë do t'i përmend me emër, të gjithë përfaqësuesit që sot janë përfaqësuesit kryesorë të ATTN-s, por dhe të kompanive që po ndikojnë sot janë pikërisht ato që kanë punuar me janë profesorë të Development Corporation, janë Kushtrim Gojani, Saad Qeu, Viktor Krasniqi, Valon Shala, që është pronari i kuotave të Vertexit që kanë blerë 100% tringun, por më thonë që janë dhe 60% të digitalëve, pra ato sot kanë faktikisht të gjithë tregun kryesor të mediave. Dhe kjo nuk mund kalohet kaq lehtë. Një sekond, ju e përmendës në fakt autoritetin e konkurrencës, po sigur kemi dy autoritete që do duhet kishin një qendrim, autoriteti i konkurrencës dhe AMA. E përmendi që nuk ka reaguar. E përmenda pak më parë. E kanë fjalën kuadri ligjor, si do i përcaktonte pozicionet e tyre të veprimit. Së pari duhet ndërhyjë AMA, pa diskutim. Pa diskutim që së pari duhet ndërhyjë AMA, sepse AMA merret pikërisht me pjesën asaj që ne themi se ka detyrim ligjor të merret pikërisht me media. Por autoriteti i konkurrencës në aspektin ekonomik, sepse kemi një treg monopol të pastër. Pra janë të dy fushat të ndryshme, por që të dyja duhet ndërhyjnë patjetër në këtë moment. Të dyja kanë marrë shkresa zyrtare, madje theksova, autoriteti i konkurrencës ka qenë në Komision të Ekonomisë dhe nuk ka ndërhyrë akoma. Pra nuk kemi parë asnjë reflektim. Dhe është arsye sepse unë e shoh që ato kanë vështirë në ndërhyrje pa diskutim, se në moment që është një projekt e Ramës për të vënë në mbikëqyrje komplet tregun e mediave, pa diskutim ato në klasë se janë në ato pozicione janë pikërisht për kryeministrit Rama. Por tash, kjo do të bëjë që të kemi në të ardhmen do kemi akoma më tepër vështirësi. Mos harroni që to do të përcaktojnë dhe kontentin e përsërisë pra të shikuesit do të shohin pikërisht ato media që ato duan. Pa llogaritur këtu dhe dëmin ekonomik që është tek xhepi i qytetarëve, pra mund të llogaritet apërsisht me një mesatare mund shkojë edhe deri në 10.000 lekë të vjetra për çdo qytetar në muaj, shtesë dhe në radhë. Dhe kjo kuptohet që me gjitha pasojë më të madhe ka pikërisht tek pasërtia informacionit që do të marrin tek ato kelleria medias, që ne me të drejtë e themi shumë çdo ditë, sepse ne e shohim të cënuar, pavarësisht se dikush mund të thotë që nuk kemi si para vitit 90 pa diskutim, por ama kur kemi një media të kontrolluar, se ne tani jemi vend i natë, ne jemi vend që kemi përmendur stabilizim asociimi, dhe nuk mund të jetë e hapur. Ama kjo është një mënyrë
për të vënë nën kontroll pikërisht media. Dhe këtu janë faktet që për më tepër ka dhe një marrëdhënie, që edhe këtu duhet të ndërhyjë patjetër të konkurrencë. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur fenomeni që ato kanë pasur kontrata me kablorët. Dhe tani kablorët janë ato pikërisht që mbajnë ngarkesën me lidhje me qytetarët, se ato kanë infrastrukturën, ato kanë shpenzimet kryesore. Mbi 75% të shpenzimeve për një lidhje me një qytetar kanë pikërisht kablorët, se ato vendosin lidhjet, kablot, i bëjnë sigurimin, i bëjnë shifarimin e defekteve, çdo gjë e mbulojnë kablorët. Dhe çuditërisht, kurse kuptohet që shoqëritë të tilla si kjo ATN kanë disa punonjës që punojnë me kompjuter dhe kontrollojnë të gjithë tregun. Dhe çfarë ndodh? Jo vetëm që përcaktojnë çmimin, se sa do t'ia japi qytetarit që është më i rritur, por dhe përqindjen ja përcaktojnë ato, pa bërë një analizë kofër. Dhe pyetja është, po si ka mundësi që hesh autoriteti konkurrencës dhe AMA në një shkelje kaq të pastër, kaq të rëndë, sepse është të mëshme të menosh, pra unë vi një ditë, vi nga Kosova, si Miki Ramës, e marrë tregun, e bëj si të dua vetë, saktoj dhe çmimet vetë, pastaj të jam dhe përqindjen sa takon si ka bërë dhe ndaçi. Por kjo do të ketë pasoja të rënda, thash, jo vetëm në lirim, po me gjitha tek fatura që do të paguajnë të nesër qytetarët. Por po ndodh një fenomen. Për momentin ato nuk po i prekin Vodafonin dhe Uanin, apo Biznet apo Digicom. Por ama fillimisht po marrin, po shkojnë drejt falimentimit pikërisht kablorët, dhe pasi të marrin punë me kablorët që do të flasin përsëri pas disa muajsh, do t'i detyrojnë që t'i shesin me çmime të ulta, t'ia vënë, pra t'i vënë klientën, sepse të gjithë kablorët kanë atë që quhen klientët dhe kanë qytetarët, kanë lidhje. Pra bazën e lidhjeve e kanë kablorët. Do t'i detyrojnë nesër duke i falimentuar që t'ia shesin atyre. Dhe këtu do t'jemi Flavio për bashkë me Gretën, do vi përsëri tek studio e pas sa muajsh. Po mi, një sekond. Po që po themi sot. Nëse ata arrin ta kontrollojnë pjesën e ofertës mediatike dhe kanë një akses ekskluziv te një tjetër treg monopol që është Vodafone dhe One, pra telefonia mobile e cila gjithashtu ka ofertë interneti dhe IPTV-e. Dhe varen me kontratat me këta gjithë ofertuesit e internetit, gjithë emrat e tregut. Qa e pengon në një afat të shkurtër, jo më shumë se 1-2 vjet, që një ofertues i vetëm, një grup i vetëm të ketë në Shqipëri kontrollin total të internetit, telefonisë celulare, IPTV, platformave toksore dhe satelitore digjitale, dhe të kemi vetëm një TVSH të re të 2026-ës me ngjyra dhe me shumë emra. Asgjë pra Flavio, drejt kësaj do të shkojmë. Dhe do të jetë shumë e shpejt kjo ditë që të ndodhi. Sepse edhe në këtë moment, me IPTV që ju tha, Vodafone... Pra do të thënë, nëse syri e zëmës është nën sulm dhe do të mbjetoj, as i Web TV nuk funksionon dot. Po pa diskutim, pra drejt sa do të shkojmë. Ju të shihni që do ketë në vitin e ardhshëm brenda një viti maksimumi 2 o shumë, po ndoshta brenda një viti. Do të shkojmë pikërisht drejt kësaj rruge që ju tha. Dhe këtu do të jemi dëshmitar të kësaj. Do të kemi shitje ose ndrim pronarësh të kablorëve, ndrim pronarësh edhe ose të aksioneve të Vodafone, One, Digicom e radhë, sepse drejt të tregut do të shkojmë. Sepse çfarë të bën një i fuqishëm duke pasur dhe mbështetjen totale të kryeministit, të zvoglon, të çon drejt falimentit, dhe të gjithë do jenë të imponuar që të shesin pikërisht pra atë treg të tyre që ka. Sepse çfarë do të bëjnë? Nuk mundet do ta mundin Ramën bashkë me kompaninë e tij që në këtë mënyrë, sepse ato i kanë të gjitha. Ato sjellin Ramën të vendosin gjobë, ta mbyllin, nuk japin justifikime, pra po si mund të ndodhi e them, në cilin vend të botës mund të ndodhi që vjen një firmë e re ATN, vendos tregun, përcakton dhe çmimet, përcakton dhe tarifat, atë ose është shtet. Ku është ama këtu? Po si mundesh të përcaktosh çmime dhe tarifa pa marrë miratim? Pikërisht autoritetit përgjegjës për media. Si mundet autoritetit konkurrencës të heshti kur kemi një monopol të pastër fare dhe rritet të çmimeve në treg? Mjafton të shkosh tek ja ku i kam ofertë, aty janë të rritura nga data 1 gusht. Dhe thot përfaqësuesi
profesorët digitalbit të Tringut e kanë këtu me erës, s'pa përmend emrin se ai administrator është, ashtu e kanë dhënë emrin. Që nga data 1 kushtot, ju nuk do të merrni më. Po mirë, po unë që kam kontratën për 3 vite, si mund të ndërpresësh sot, dhe unë pastaj të shkruaj tek ATTN, e cila më përcakton dhe ofertën dhe çmimin dhe të gjitha. Sepse çdo njeri, pra të gjitha këto kompani kanë vite që janë 3, kanë investuar, kanë lënë shpirtin, kanë investuar para, dhe tani më të investim. Ato e çojnë deri falimentimin dhe do të detyrojnë që t'ia blejnë. Kjo është e vërteta madhe dhe në finale do ta vuajnë qytetarët. Se këtu nuk bëhet fjalë për këto 65 kompani në total me sa këto që janë. Këtu bëhet fjalë pikërisht atij fenomeni që ju tha, që do të kemi tani më një monopol të pasur si Kone e Vjetër, por do ta kemi me ngjyra, me fjalë të bukura, por do të jetë pa diskutim i drejtuar dhe i kontrolluar nga Rama. Madje unë kam përshtypjen do ta shpejtojnë sepse duke pasur parasysh që Rama së shpejti do të jetë në opozitë, duhet një pushtet i fortë, siç është ai i medias, që të jetë akoma përsëri jetë fortë në Shqipëri. Sepse media kuptohet të jetë goxha apo. E qartë. Igli Cara, faleminderit për informacionin që na përcolle dhe sigurisht për alarmin që ngrite. Faleminderit për kohën. Dhe për ju, jeta më pas. E përshëndesim Igli Carën, ne bëhemi gati për të postuar miqtë dashur në një hapësirë publicitare. Po, të paktën e ardhmja e afërt e jona duket më premtuese se nga ç'dëgjuam. Edhe për 5 minutat e ardhshme do të jemi një media e lirë.